Nga sot hyn në fuqi sistemi EES i hyrjeve dhe daljeve në kufit e Bashkimit Evropian. Ky është sistem biometrik digital që zëvendëson vulat në pasaport dhe regjistron automatikisht hyrjet dhe daljet e udhëtarëve nga vende që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian ose zonës Schengen. Në vend të vulës, gjatë kalimit të kufirit do të regjistrojnë të dhënat biometrike si gjurmët e gishtave, fotografia dhe të dhënat e pasaportës. Kjo procedurë do të bëhet vetëm në udhëtimin e parë pas hyrjes në fuqi të sistemit. Në udhëtimet e ardhshme, kontrollet do të jenë më të shpejta dhe më të thjeshta, pasi të dhënat tuaja do të jenë të ruajtura në sistem. Sistemi EES zbatohet për të gjithë qytetarët që udhëtojnë pa viza drejt Bashkimit Evropian apo kanë viza faqshkurtër, përfshirë këtu edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Qëllimi i këtij sistemi është të rrisë sigurinë kufitare, të parandalojë mashtrimet me identitetin dhe të përshpejtojë kontrollet me regjistrime plotësisht digjitale. Zbatimi i plotë i sistemit do të bëhet gradualisht deri në prill të vitit 2026, kur vulat në pasaporta do të hiqen plotësisht. Nëse planifikoni të udhëtoni drejt Bashkimit Evropian pas 12 tetorit, informoni me procedurat e reja duke lexuar më shumë në portal.mk.